Eliona, teksa po qëndronte në dhomën e ndenjes me disa nga banorët, fillon të flasë më hapur për mënyrën se si e shetonin brenda shtëpisë. Ajo duket e qetë, por në tonin e saj ndihet një lloj mospëlqimi i mbledhur prej ditësh. Me duart e kryqëzuara dhe një vështrim të prerë, kërkon vëmendjen e grupit dhe nis të shpjegojë mendimin e saj. Elieni pak tonin, thot ajo, duke tundur kokën me mosbesim. Ai po shtiret. Me të gjithë, nuk është i sinqert fare. Banorët e tjerë e shikojnë me kureshtje, duke pritur që ajo të vazhdojë. Eliona merr frym thellë dhe shpjegon se e ka vënë re se toni sillet ndryshe me çdo person në shtëpi, dhe kjo gjë po e bën atë të mos ketë as edhe një pikë besimi. Ai flet me mua në një mënyrë, pastaj shkon te dikush tjetër dhe ndryshon qëndrim sikur të ishte person tjetër. Nuk më duket as pak i vërtet, thot ajo, ndërsa lëviz duart për të theksuar fjalët. Unë nuk i ha këto lojërat. Ndjenjat e tij për mua nuk vlen, sepse nuk duken reale. Një nga banorët përpiqet ta pyes pse mendon kështu, por Eliona vazhdon me më shumë siguri, e kam parë disa herë. Ai i afrohet njerëzve sipas interesit të tij, jo sepse i pëlqen apo sepse ka ndjenjë të vërtetë. Dhe s'është vetëm me mua. Me të gjithë ka një maskë tjetër, shton ajo, e cila duket qartë se është lodhur nga energjia që merr prej tij. Disa banorë shkëmbejnë shikime të habitura. Të tjerë tundin kokën sikur po e përkrahin. Atmosfera bëhet pak më e tensionuar, sepse fjalët e Elionës janë të drejtpërdrejta dhe pa filtra. Unë thjesht nuk i besoj. Dhe derisa të më tregoj një anë të vërtetë, jo atë të programuar, unë s'ka shans t'i besoj ndonjë gjë, përfundon ajo, duke e bërë të qartë se e ka mbyllur temën për momentin. Mbi tavolinë bie një heshtje e shkurtër, dhe është e dukshme se mendimi i saj ka lënë gjurmë tek të gjithë.